Horoskopi ditor e shtunë 21 qershor 2025. Dashi, me hënën që hynë në shenjën tuaj, parashikohet një ditë interesante. Është momenti ideal për të vënë në jetë projektet që keni në kokë, pasi do të merrni rezultatet e pritshme. Kjo fundjavë është interesante edhe për sferën sentimentale. Demi, nuk parashikohet që të keni probleme, përkundrazi, do të fitoni siguri lidhur me ndjenjat që keni. Keni nevojë për të ndjerë të dashuruar, por edhe për të shprehur ndjenjat lirisht. Periudha në vim do të jetë mjaft e rëndësishme për gjithë ata çifte që duan të bëjnë zgjedhje të rëndësishme për jetën e tyre. Binjakët, kjo ditë kërkon që të veproni me kujdes. Mos sfidoni e prorët dhe mos u inatosni për gjëra të vogla. Është e vërtetë që po përballeni me një situatë stresuese, por bëhet fjalë për një periudhë kalimtare. Do të keni mundësi që të mbështeteni te Mërkuri, i cili do të japë mbështetje për shenjën tuaj. Përgjithsisht, kjo është një periudhë e ngarkuar, e cila ju detyron që të hiqni dorë nga diçka. Ndërkohë që rikuperimi do të vijë në javët në vim. Në dashuri, shmangni reagimin me impulsivitet. Gaforja, ju pret një fundjavë interesante gjatë së cilës do të keni mundësi që të merrni një vendim të rëndësishëm apo të bëni një zgjedhje pozitive. Jeta juaj profesionale mund të shkaktojë shqetësime, por pavarësisht kësaj, në këtë fundjavë do të keni dëshirë që të shpërqendroheni. Sa i takon dashurisë, keni nevojë për konfirmime dhe kjo shtunë do të kërkojë edhe që shprehni hapur ndjenjat tuaja. Luani, do të keni vështirësi për të marrë atë që dëshironi, kështu që mos u inatosni nëse gjërat nuk do ecin siç duhet. Situata do të ndryshojë javën që vjen, në sajt të ndikimit që do të ketë Marsi dhe Neptuni. Megjithatë, do të përballeni me problem financiar i cili ju krijon shqetësime. Fundjava do të jetë e rëndësishme se i takon ndjenjave, ku do të ketë një rikuperim. Megjithatë, është shumë e rëndësishme që të dini të rezistoni ndaj provokimeve. Virgjëresha, gjatë kësaj dite mund të jeni konfuz, lidhur me një zgjedhje që keni bërë, pasi do të kuptoni se nuk do e kishit bërë nëse rrethanat do të ishin ndryshe. Këshillohet që të shmangni konfliktet, pasi do të sjellin vetëm tensione. Sa i takon ndjenjave, situata do të vijë duke u përmirësuar. Peshorja, Marsi dhe Neptuni do të kenë ndikim të kundërt në shenjën tuaj, dhe kjo gjë do të zgjasë deri të hënën. Bëni kujdes ndaj emocioneve të tepërta, pasi duhet të dini të menaxhoni emocionalitetin tuaj. Në raportet ndërpersonale do të përballeni me tensione, por për momentin shqetësimi juaj më i madh ka të bëjë me punën, duke lënë në plan të dytë ndjenjat. Akrepi, ju pret një ditë mjaft pozitive në sajt të ndikimit të favorshëm të Marsit dhe Neptunit. Do të jeni plot me energji dhe të vendosur për të realizuar synimet tuaja. Duhet thënë se gjatë 2 muajve të fundit ka pasur ndryshime të rëndësishme në jetën tuaj, por pavarësisht kësaj, mos u ndikoni nga e kaluara. Kjo fundjavë do të sjellë zgjidhje interesante për ju. Shigjetari, ka disa probleme me të cilat duhet të përballeni gjatë kësaj dite. Gjithashtu, e dini mirë se është e pamundur që të harroni disa gjëra dhe të fshihni emocionet tuaja. Nuk do të ishit të sinqert me veten. Dikush do mundohet që t'ju nxjerrë në pozitë të keqe për shkak të zgjedhjeve që keni bërë. Ndaj mundohuni që të ruani qetësinë. Britsjapi, shijojeni këtë ditë, pasi planetët do të jenë në anën tuaj. Merrni guximin për diçka që ka rëndësi për ju dhe gjeni ekuilibrin e jetës suaj. Nëse doni të ecni përpara, bëheni. E shtuna do të jetë një ditë mjaft pozitive për të folur për dashurinë dhe për t'u sqaruar. Do të keni mundësi që të mendoni me optimizëm. Ujori, mundoni që të jeni pozitiv dhe të harroni situatat negative me të cilat jeni përballur. Do të nisë për ju një periudhë rikuperimi, e cila do të vijojë deri në fund të vitit. Diçka do të ndryshojë në sajt të afrimit të 2 planetave në shenjën tuaj. Do të vlerësoni për atë që bëni. Java që vjen do të jetë shumë e rëndësishme për punën tuaj. Edhe se takon jetës në çift, situata do të vijë duke u përmirësuar. Peshqit, do të jeni shumë të stresuar për shkak se disa persona do tentojnë që t'u bindin se problemi jeni ju, por mos u lëshoni. Shumë nga të lindurit të kësaj shenje gjatë pjesës së dytë të muajit do të ndihen larg partnerit, si psikologjikisht edhe mendërisht. Duhet të mundoheni të riparoni edhe nëse mendoni se ja vlen. Tani është momenti për ta treguar.